Sot në klasë, mësuesja na dha një detyrë të thjeshtë. Vizatoni diçka që ju bën të lumtur. Gjithçka shkoi mirë, deri kur Deni vendosi që vizatimi është e njëjta gjë me luftën me lapsa. Filluan të fluturonin lapsa si raketa, blu, jeshil, e kuqe, edhe disa më goditën edhe mua. Unë tentova të mbroj dorën time, por dorën time nuk e mbronte askush. Mësuesja bëri një hap prapa dhe tha: "Çfarë po ndodh këtu?" Deni: "Po krijojmë art bashk." Unë: "Po më ka goditur arti." Në fund mësuesja na ndaloi të gjithë, por kishte një avantazh. Vizatimet e mia dolën më të bukura se kur, sepse lapsat që fluturonin krijuan efektin modern artistik. Edhe një luftë mund të kthehet në art ndonjëherë.